Partitë më të mëdha në vend kanë publikuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Pas dështimit të zgjedhjes së presidentit të vendit, Kosova po përgatitet që të mbajë zgjedhjet e reja nacionale që do të jenë të tretat brenda më pak se 2 viteve. Ndryshime në top 10 kryesore të kandidatëve për deputet vëreje në pothuajse të gjitha ish partitë parlamentare shqiptare të Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës publikoi dje e para listën për kandidatët për deputet, aty ku shihet se bartësi i listës është Ardian Gjini, i pasuar nga Besnik Tahiri dhe Time Kadriaj, kurse lideri i kësaj partie ka zgjedhur numrin 11. Në vijim listat e plota. Kjo është lista e AK-s. Ardian Gjini, Besnik Tahiri, Time Kadriaj, Beg Berisha, Arbër Tolaj, Albana Bytyqi, Burim Ramadani, Avni Arifi, Djelza Kukaj, Agim Çeku dhe Ramush Haradinaj. Në anën tjetër, edhe në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka ndryshime nga ajo e kaluara, ku tashmë bartëse e listës do të jetë ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Kjo është top 10 e LDK-s. Vjosa Osmani Sadriu, Lumir Abdigjiku, Kujtim Shala, Doarsa Kica Xhelili, Lutfi Haziri, Jehona Lushaku Sadriu, Albena Rashitaj, Uk Rugova, Jetas Tovci dhe Anton Quni. Ndërsa top 10 e lëvizjes vetëvendosje poson ndryshime pas largimit të ish deputetëve nga lista Guxo. Kjo është top 10 e lëvizjes vetëvendosje. Albin Kurti, Glauk Konjufca, Donika Gërvalla Zhvarc, Avni Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Zveçla, Mimoza Kusari Lila, Hajrullah Çeku dhe Shqipe Mehmeti Selimi. Kurse Partia Demokratike e Kosovës, e cila për dallim nga 3 partitë e tjera publikoi sot listën e plotë të kandidatëve për deputet, ka renditur në top 10 Bedri Hamza, Uran Ismaili, Vlora Çitaku, përparim Gruda, Arjan Tahiri, Besa Kabashi, Ramaj, Rahman Rama, Arben Mustafa, Sala Jashari dhe Enver Hoxhaj.